إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Allahut I mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, vërtet nga begatit, dhuntit e shumta që na I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala janë edhe stinët e vitit. Janë edhe këto kohë me të cilat ne po takohemi çdo herë. Dhe stinët e vitit janë begati, janë një dhunti në vete që Allahu subhanahu wa taala ja jep atyre që don prej robët e tij. Jo çdo shtet, jo çdo kontinent, jo çdo vend në botë I përjeton 4 stinët e vitit. Ndërsa ne këtu në këtë rajon, në Ballkan, I përjetojmë 4 stinët e vitit. Dhe secila prej tyre e ka atë bereqetin të cilin e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Stina në të cilën jemi vërtet është karakteristike për shkak të nxehtësisë së saj. Është stina më e nxehtë, pra stina e verës. Dhe kjo nxehtësi është interesant këtë vit I ka kaluar ato parashikimet e meteorologëve apo parashikimet e atyne që I parashikojnë kohën. Sepse kjo është caktimi I kaderi Allahut. Dhe nga kaderi caktimi I Allahut ne nuk dim asgjë, përveç kur e shohim ato që ndodh, ne atëre kuptojmë. Mirpo, në këtë kohë të nxehtë, në këtë vapë të madhe, është mirë njeriu me fresku veten, shpesh herë brenda ditës, po që besa edhe brenda natës. Dhe freskimi më I mirë është kur njeriu freskohet me abdes, me ujë të ftohtë. Andaj edhe ne, po dhe ata që s'qenë me ne, freskohemi në mënyra të ndryshme. Por freskimi dallon, dikush freskohet në halal e dikush freskohet në haram. Andaj e lutim Allahun Teala në këtë ditë të madhe të xumas që të na mundson neve të freskojmë fillimisht zemrat tona me flladin e imanit, flladin e besimit. Dhe e lutim Allahun Teala që të na mundson neve të freskojmë trupin ton me ujin e abdesit, të cilën e marrim shpesh herë brenda ditës edhe natës. Kjo stinë është paksa edhe karakteristike sepse një pjesë e madhe e popullatës janë në pushim, e kanë pushimin vjetor. Sigurisht marrë dhe mirë kish me qenë që besimtarët musliman pushimin vjetor ta shfrytëzojnë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në mënyrë që të jenë të përkushtuar në ibadet, në adhurim. Por disa prej tyre nuk kanë mundësi me marrë pushimin kur dojnë ata, disa prej tyre e neglizhojnë e disa prej tyre edhe e marrin. Por një pjesë e madhe tash që ka po e shohim ne janë në pushim vjetor. E në një pushim të plot janë nxënësit dhe studentët e shkollave dhe të universiteteve. Andaj është tepër vonë është të flasim për një projekt që duhet me u paraqit fëmijëve tonë.
Në vitet që po i lam pas, kemi folë se si duhet mu përkatit për me i prit pushimet verore. Dhe kemi përmend disa mostra se si duhet të ofrojmë të rive tonë projekte të ndryshme që të shfrytëzojnë gjatë pushimeve. Sepse njerëzit me dashje apo pa dashje merren me diçka gjatë kohës së verës. Dikush merret me punë shkencore, dikush merret me aktivitete humanitare, dikush merret me aktivitete sportive, dikush merret me aktivitete kulturore, dikush merret me mbajtjen e lidhjeve farefisnore, vizitat e ndërsjellja e kështu me radhë. Dikush merret me rrjetet sociale dhe aty lexojnë ditën apo natën, aty shikojnë gjëra të ndryshme. Andaj, pasi që njeriu edhe pasi që është pushim duhet me marrë me diçka, atëherë ne duhet me pas kujdes për ajken apo për ato që është më e shtrejta në popullatën tonë. E ajka e popullit tonë është rinia, që fatbarësisht jemi në shtet që kemi popullatën më të re ndoshta edhe në Europë. Jemi pra një shtet, jemi një vend që kemi popullatën më të re në Europë. Andaj duhet me rujt këtë rini si kur sytë e ballit. Dhe jo çdo duhet me drejtue gishtin ka institucionet. Jo çdo duhet me drejtue gishtin ka hoxhallarët, ka ulemat. Por duhet me ja drejtu gishtin vetvetes. Çfarë ke përgatiti për fëmijët tu për këtë sezon të nxehtë të verës, edhe sa i duke i mbajt nën kontroll fëmijët e tu. Kisha me bo pyetje konkrete, ku janë rinia, ku janë fëmijët, unë këtu shumë pak fëmijë po shoh. Kur jemi në kohën e mësimit, na çdo herë themi nuk janë fëmijët me neve se janë në përbankat shkollore. Ama që tash, sigurisht është dasht me qenë 60% fëmijë xhamati e 40% rritur sot. A unë këtu s'po i shoh as 20% fëmijë. Tash kush e ka përgjegjësinë? E ka Ministria e Kulturës, e ka Ministria e Arsimit, e ka Bashkia Islame. Kërkush nuk e ka këtë përgjegjësi. Ju çka jeni prindër, e keni përgjegjësinë. Secili është dasht me i marrë me vete e vlat e vetë ditën e xumas. Njënin dorën e djathtë, tjetrin dorën e majt, nëse ka më shumë, edhe ata afër vetes, edhe këtu me qenë. Nuk ka tash vend më të mirë se sa xhamit në këtë moment. As pishinat që freskohen fëmijët tuaj atje nuk janë më të mira. As lumejt, as liçenet, as detnat nuk janë më të mirë në këtë moment se sa që është shtëpia Allahut xhamia. Andaj secili le të përgjigjet në veten e vet. Edhe le ta çorton veten e vet. Pse nuk e ka djalin këtu me veti? Apo djemet pse nuk i ka me veti? Dhe kjo përgjegjësi vllazën do të na bardh neve gjatë të jetës. Dhe do të përballemi me këtë përgjegjësi. Dhe do të përballemi me rezultatet ose me pasojat. Diçka tjetër nuk ka. Ose do të kemi rezultate se e kemi quajtur emanetin përgjegjësinë në vend, edhe kena me u kënaq me fëmijët tonë në të ardhmen, ose do të përballemi me pasojat, me fatkeqësitë kur t'i shohim fëmijët tonë në të ardhmen që s'janë në rrugë të drejtë, që s'janë në rrugën të cilën e dëshirojmë ne edhe e dëshiron Allahu. Andaj unë lutem Allahun xhelle shanuhu që këta fëmijë që i keni ju, t'i bën kënaqësi për zemrat edhe sytë e juaj. Dhe me thonë, kur t'i shifni këta fëmijët e juaj, me të kënaq zemra, por edhe kur i sheh me sytë e tu, me të kënaq sytë. Me bova kia, me mrin këtë pozitë e vladit, kimi a dit vlerën të e vladit. Kimi a dit atë ambelsin e vladit, edhe kimi thonë, ahu, mu kënaq zemra, mu kënaq në sytë. E nëse nuk arrihet kështu, edhe se ke krye manetin përgjithsin, atëherë kanë me ta kollë zemrën, e kanë me t'i kollë edhe sytë, që sa herë i shef, sikur me i pa një armik tonin. Pse kur e shen haram e vladin është vështirë. Andaj vllazën, punani sa ma shumë, sepse Allahu Teala në kaptinën e Tahrim na thret që mas pari ta ruajmë veten tonë. Me njëherë mas vetës ka thonë familjen tuaj. Ja ejuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju besimtar, o ju që keni besuar Allahun, ruani veten tuaj, ruani veten, edhe familjen tuaj
nga zjarri i ndezur i xhehenamit. Wallahi, këtu një zjarr me undez në këtë botë, edhe me na shku neve familja, është rrezik na i hapum dritaret e xhamisë dhe vrapojmë, thojmë, jo e kam rrezik atje djalin apo vajzën, nipin apo mesën, se undez një zjarr i madh mos po digjet atje. O vllazë, nuk ka krahasim zjarri i madh i kësaj dynjaje me zjarrin e xhehenamit. Sepse 70 shkallë është zjarri i xhehenamit. 69 Allahu i ka ruajt për atje, veç një shkallë zjarrit e ka punë këtë botë, po kur po ndezet edhe shtetet më të mëdha po kanë krizë, nuk po mujnë me shujt zjarrin. Po ky zjarri i vogël më është 1% që ati zjarrit xhehenamit është. Dhe thot Allahu Teala, waquduha an-nasu wal-hijara. Lan djegse që ati zjarri që do të me rujti vetë veten, edhe familjen, lan djegse ati zjarri, kush është? Allahu thot, janë trupat e njerëzve, wal-hijara, edhe gurët e mdhej. Andaj, si du të me kuptu këtë mesazh kuranor, se sa herë që i dëgjani këto thirrje, o ju besimtar, do me thonë ty po drejtohet Allahu, ju ata që janë jo besimtar. Nga njerë Allahu ju drejtohet edhe atyne, ja e juhen nas, o ju njerëz, këtu hynë besimtar edhe jo besimtar. Amon këtë vend, në këtë kaptin, Allahu neve, bash neve këtu që jenë po në thret, o ju besimtar, rune vetveten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenamit ku lan djegse janë trupat e xhehenamlive edhe gurët e mdhej. Dhe qysh me kuptu këtë me rujt? Çka nën kupton kjo me rujt veten edhe familjen? Aliu radhiyallahu anhu, prisi besimtarve, ka thonë me rujt veten edhe familjen, do të thotë me eduku vetveten edhe me eduku familjen, me mësu vetveten edhe me mësu familjen. Na e kena bu tërbije veten, edhe plesh sidomos e kanë bo tërbije veten, 70 vjet me kroqe vjen edhe gjumon se len. E ka bo tërbije veten, e ka eduku me namaz gjumos. Edhe në vakte që besa, një pjesë e tyne, edhe nuk mujnë me ecë, apo nuk shojnë mirë, po vinë vakte. Qitë edukat, du të mi adhon e vladvet vetë. E ka mësu veten, që pa namaz nuk ka xhenet, e tash do të më mësu dhe familjes, me jo të regu, me jo thonë, t'jam i sinqert me juve, si bab, si gjysh, ja u du të miren, besamni, se nuk mujna me hynë xhenet pa namaz, me jo të regu këtë realitet. Jo, hajtë bre birë se ti e i ri, hajtë bre bi se ti e re, hajtë ti të martosh, masi të martosh, hajtë ti të bëjsh fmi, hajtë ti të punsosh, hajtë ti të bëjsh të, shka jeta. E kur po i bojnë 3-4 vjetë, vinë disa dhe ankohen, ka dhe që qajnë për e vlatë të vetë. As një thëtë o hoqë, vallahi në familje tem, as gruja, as vajzat, as djem, as reja, as një pas mesa, kush shpitem, kokën sejtë dhe se qëtë. Mirë bra hoqë, sa i kem su i ke edukue, sa i e marrë me ta, jo vallahi s'kom pas ko, pse kom punu, pa sa ke punu bre, 8 orë, 10 orë, 12 orë, 12 ja ke lonë dynjas, pse s'ja ke lonë edhe 1 orë, mrena 24 orë, 30 minuta, pse s'ja ke lonë e vladve. Se vladet është interesant kur ti këshillojsh për punë të dinit, punë të fesë, punë të mira, çdo herë e marrin me rezervë. Ti vesh kërkesa, ki vesh kërkesa. Po e vladet kur vetë dejsohen, e kalojnë që të fazën e adoleshencës, fazën e pubertetit, pjekurisë, edhe i bojnë 19, 20, 18, 21 që aty dikun, thëtë vallahi mire ke pasë. Do me thonë, ti mu su shqetësa, a ka me thonë e kje pas mirë, a ke pas keq. Ti puna, a i prej moshe 7 vjeqare, deri të 20 që gjithë ka me thonë, baba e ka pas keq. Pse baba lyp me qenë në shkëmbullohë në shkollë, lyp me qenë i pastër, lyp me qenë mrena në shtëpi, gjatë kohës kur du të me qenë fëmija në shtëpi. Lyp me i bot detyrat e shtëpis, lyp me falë namazin, lyp me agjeru Ramazanin, lyp me i punu punë të shtëpis, lyp me ndihmu nanës, me ndihmu familjes. Krejtë këto janë kërkesa të arsyeshme. Fëmia nuk i percepton kështu. Thët, leja ma dhe mu jetën të shijaj, ki me shiju të jetën, se ki ko për mësim, ki ko për xhami, ki ko për lexim, ki ko për argëtim, ki ko për dëfrim, ki ko për rekreim, ki ko për aktivitete kulturore, ki ko për aktivitete sportive, ki ko për gjumë, ki ko për vizita. Vetëm duhet me menaxhu kohën, me qenë menaxher i kohës. Hejo,
3 orë, 4 orë atë në rrjetet sociale, e masanej e kur tashën e me punu, e kur me mësue, pa i pote 4 orë, pse si ndodhen 4 pjesë ato 4 orë? Andaj pra duhet m'ja mësu menaxhimin e kohës, duhet m'ja bo një rregull, edhe fëmija nuk e dojnë këto, po kur të pjeken, edhe bojnë shprehit punës, mësohet me uqu heret, me ra heret, me krye atë punën që e ka në termin kohë caktuar, ka me thonë, e Allah i boftra me të përzallin shpirt babës e të nanës, ma kanë mësu shprehin e punës, ma kanë mësu dhe të thëtë metodën qysh me punue. Po sot nuk i sigurt pe 100 trive me i lanë një termin me ta, a dalin 10-20 në kohë qysh dohet, se mas parin termin me Allahun si kimi mësu mirë. Si kimi mësu mirë na që kur thëtë, muezini Allahu Akbar, a i me qenë këto. Se au kemi mësu këtë tërbije, këtë edukat. E ai kur si den takim Allahut, pjasen fjallin Allahut, pjasen besin që ja ka dhonë Allahut, po me ty ka me ta thyë nesër, se ti zot nuk i, ti je bab, edhe me mu ka me thyë dhe malet, pas taj si imam, si hoxh. Andaj pra, edukani ata si kur veten, mësani ata si kur veten, nëse veten e keni eduku e keni mësu mirë. Ibn Abasi ka thonë, kuptimi këtij ajetit është, punani duke respektuar Allahun dhe duke u ruajtur prej gjinaheve, harameve që i ka caktuar Allahu. Dhe urdhani familjet tuaja me lidhje me Allahun. Urdhani familjet tuaja me u lidh me Allahun, qysh, me dhikr, me përmend Allahun, sepse Allahu Taala nëse ju dhe familja juaj lidhen me Allahun, Allahu ju shpëton nga zjarri i xhenemit, ka thonë Ibn Abasi. Një komentator tjetër i Kuranit ka thonë, keni frikë Allahun dhe urdhani me këtë frikë që keni ju për Allahun edhe familjet tuaja që ta kenë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Komentatorët tjerë të Kuranit, Qatade, Muqatili, Dhahaku, kanë thonë të urdhnani në adhurim të Allahut dhe të ndalani nga gjenahet, t'ju ndihmani familjarve në kryerjen e unave të Allahut dhe t'i qërtani edhe t'i ndalani ata nga gjërat e ndaluara nga haramet. Pra me ja u tërhik vrejtin me i qërtue, por edhe me i ndalu, me kap me dorë, me thonë qov, largo prej haramit. Sepse vllazën, realiteti është pak ma ndryshe. Këtu mundemi me shpëtuen nga zjarri. Këtu mundemi me shpëtuen nga vapa, se hymë kështu në klima. Shkojna në për dete, në për lume, liqej. Inshallah jo atje me u përzina haram, po qysh është e lejume. Po te Allahu Teala në cilin deti kime shkue. Në cilën klim kime hy kur s'ka klim tjetër përveç klimës Allahut. A dite krejt do t'i djeg dielli përveç 7 kategori, 7 grupe të besimtarve. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe i fut Allahu në hijen e tij a dite kur nuk ka hije tjetër përveç hijes Allahut. E çto 7 grupe do të më mësu familjes tonë. Sepse në mesin e këtyne 7 grupeve kush është? Wa shabun qalbuhu muallaqun bil masajid. Edhe një djalë i ri, një vajzë e re që zemra e tij ka qenë e lidhur për xhami. E ke lidh zemrën e vladit tën me xhami. Pra duhet këto gjana elementare me ja mësue familjarve. Sepse në të kundërtën realiteti është i hidhur, përballja me zjarrin e xhenemit është pa dashjen tonë, se asnjë na nuk e dojmë zjarrin e xhenemit. Na nuk e dojmë edhe zjarrin e kësaj bote me u djegën ta, e jo po e dojmë zjarrin e xhenemit. Veç vllazën të parët tonë, as-salafu salih, nga gjeneratat e arta, kur e kanë dëgju këtë ajet Kuranit, dëgjoni me vëmendje, ju ka ra dhe të fikt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ibn Ebi Hatimi, thot një ditë prej ditëve e lexoj para sahabeve, para shokëve të tij këtë ajet kuranor. O ju besimtar, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit ku lan djeg se janë trupat e njerëzve dhe gurët. Dhe njërin nga të pranishmit, një njeri i shtyr në mosh, një plak, i tha, oj dërguar i Allahut, gurët e xhenemit, a janë qishtu të mëdhej si kur gurët e dënjas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjone me vëmendje çfarë tha. Walladhi nafsi biyadi.
La sakhratun min sakhari jahannam a'zamu min al-jibali ad-dunya kullaha. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasha Zotin që shpirti im është në dorën e tij. Një guri prej gurëve të xhehenamit është më i madh se sa krejt kodrat e kësaj dynjaje, subhanallah. Një gur prej gurëve të xhehenamit që dhezet atje, është më i madh se sa krejt kodrat e kësaj dynjaje. Paramendojeni guri sa i madh është. Edhe ky shekhi, ky plaku, i tha i dërgumi Allahut, që ka që i madh është një guri pa. Çka ndodhi? I rat fikt. Me një urdhëzue. Kur urdhëzu njerëz të vrapun me nuën se vdiq, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja vendosi dorën në zemër, edhe po i rrej zemra. Tak. Ato të rrahorat e fundit. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Haj, thuj la ilaha illallah. Edhe kënë që ato momente të funit jetës tha la ilaha illallah, edhe e dërzaj shpirtin vdiq. Dhe tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ky është prej atyne që Allahu e përgëzaj me xhenet, se e përjetoj ran ata. E përjetoj ran atë zjarrin edhe gur të xhenemit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra përgëzoi edhe lajmëroi shok se ky tha është njeri prej xhenetlive. Allahu na boftë edhe neve me qenë prej tyre. Andaj vllazën besimtar, merruni pak më seriozisht me fëmijët tuaj. Merruni pak më seriozisht, se ka dy mënyra të edukimit. Edukimi familjar edhe edukimi jashtë familjes. Që ky edukimi jashtë familjes asnjëherë nuk jap garancion që ka me të eduku mirë. Se jashtë familjes të edukon shkolla. Edhe mirë, disa lande alhamdulillah, matematike, fizike, kimie, do land mirë shumë. Ndo land mesatare, ndo land runa zot. Ende në 2015 na edukojnë fëmijët tonë se e kanë prej ardhen prej majmunit. Edhe fëmija tash me nën thet, ky stërgjysh i babës tem, çfarë majmuni më rokon akon i koq, ai zi, ai bardh, ai madh, ai vogël, çysh u kon. Po dëse edhe na kemi përjetuar çata. Po na ina ngushtu kena pas edukat, s'kena guxuar mi thon babës, a u kon një stërgjysh i joni dikur çet herë para një 500.000 vjetë, 2000 vjetë majmun. Ata tash na pyesin fëmia, ku shikon fëmijët e vegjël përballet me këtë realitet. Sa i nuk dinaj moshën 9 vjeçare dhe 10 vjeçare para arsit tonë kanë qenë majmuna, i menon që një me majmuna kanë qenë. Do të thotë, nëse ti se edukon edhe si të regon, se na jemi të krijuar prej Ademit edhe Havës, qështu e kanë edhe të krishterët, qështu e kanë edhe qifutët. Po këtu interesant është, çdo herë ja mojnë kafe e tjera, po kur është realiteti nuk e morën as pifeve tjera. Këtu të na interesant është. Çdo herë ja mojnë tjetër e nom. Amo kur përputhet realitetin mes islamit, edhe aty në tjerve, pastaj se marrin. Dhe fatkeqësisht ka ata tillë që ende menojnë se para janë 1000, 2000, 3000 vete një majmun ka daldane u çu hop të i marr atje bananët nëpër xhungull edhe u bën njëri. E po pse këta majmunat s'po bëhen njerëz tash? Jo, çu mësojnë. Ajo raca e majmunave që janë shndërruar njerëz o zhduk, pse ishin bashku kodrat e kajt si pralla i bojnë si filmat vizatuar runa zot. E ti do të më tregu realitetin, çysh është. Pra edukimi jashtë familjes lën një pikpyetje të madhe, ndërsa brenda familjes normal që njeriu e edukon ashtu siç duhet. Andaj vllazën, keni kujdes, runi veten, runi familjet. Mos t'ju kaplon lakmia e kësaj bote. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Mos t'ju mashtoj jeta edhe mirësitë e kësaj bote të dënjas, dhe të mos ju mashtroj dhe t'ju largojnë nga Allahu ai i mashtruari. Kush? Shejtani i mallkuar. Pra, jeta e dënjas po na mashtron, po na largon prej Zotit. Po dhe ai i mallkumi, runa Zot edhe ai po na mashtron. Allahu na ruajt prej lakmis, Allahu na ruajt prej shejtanit dhe të gjitha atyre që na largojnë nga krijuesi jon Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastaj krejt në fund, se kjo është temë vete, është shumë e gjerë edhe e gjatë, po krejt në fund kur duhet me fillu na me u marrë me ta, dhe prej ku duhet me nisë. Duhet me nisë prej kohës kur din me dalluë të mirën edhe të keqen. Dhe gjërat e para që ja mësojmë është krijuesi që është Allahu, pejgamberi i dërguari, librat, besimin e melaqet, besimin ditën e gjykimit, caktimin e Allahut, shtyllat fundamentale të imanit, veç kaq. Po pastaj kur ti bën 6-7 vjet, mundohemi me metoda pedagogjike, me metoda prindrore me marrë mazvetit ka dale, hajde me babin xhami ka dale, a din më fala jezdin, as nuk lypet për tina më falë mira i moshë 7 vjeçare. Po vjen këtu na bëhet xhamat, 3 vjet vllazën, 3 vjet na i ka dhënë Islami kohë për me ushtrua. 3 vjet për me ushtrua. Kur të bëhet mosha 10 vjeçare, pastaj ti dhe me i thonë, mos hajde në xhami, ai tash ka ardhur dikun rreth 1000 ditë pa ndërprebe ty. Edhe me i thonë largo, mos hyn për dera, ai ka me hy për dritare, se i ka hin zemër. Po me bona një që dështën, nuk vjen, kur bëhet mosha 10 vjeçare, e ka për dore. Ec aty, me muën saft parë. Po që me i bo që do babalorë, se janë saft fundit heq, ku ka me pruajnë saft parë i shkreti. Haj s'po më në bje vetën heq. Wallahi s'po më i qonë, burat më dhej 2 metra s'po më i qonë. Po pse? Wallahi qebja i argani, po qysh besh farë burit ti një qarësha s'po më nësh me hi, kështë ashtë në ora 4:30 me nxesit. Ta naj burri madh. Burri zoti, a një qarësha s'po më nësh me hi, me artë një xhami. Andaj pra dikush duhet me mësu veten me artut, pastaj edhe e vladin. Po në besoj që ju vetë këto jeni në rregull. E kur mi anis pra me eduku prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Urdhani fëmijët e juaj me namaz duke qenë ata në moshën 7 vjeçare. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin. Edhe çartani kapak. Çartani edhe tregoni kapak shkopin kur ti bojnë kur 10 vjet. Dhe ka thonë në fund, wa farriqu bainahum fil madaji', edhe dani në shtrat, mos e le me flajt vëlla me vëlla kur i ka 10 vjet. Deri në moshën 10 vjeçare po, mas moshës 10 vjeçare vëlla në shtrat veti, vëlla tjetër në shtrat veti. Se pastaj fillojnë edhe ndjenjat edhe hormonet edhe fillojnë ndryshimet fizike, e nuk bën me kon nga njëri tjetër. Tash unë jemi këtu edhe para kamerës, po unë do të më shpjegoj hadithin, këtu bëhet moshën 10 vjeçare, ka pak edhe mi au tregu shkopin. Amo jo, jepse po friksohemi nëse pe dëgjon dikush e mos pe përhap keq. Po nuk është qëllimi me marr shkopin me rre e me bë ato llëm. Po me marr shkopin e vesh me ja dridh, me i thon këshere. E dridh kështu ka pak, ha? Nuk vjen atje po kët pret. Edhe ai i mallit kur t'ja kallëzesh ti shkopin, edhe ai ka pak i vjen fllad, edhe veç ja kallëzon. Po ky është shkopi i edukimit, jo shkopi i ndëshkimit e i dënimit. Dikush nuk den xhami, ka pe karrikën e dëmim shumë e karrik gry me myt këtë vladin. Po ti vllad çka i të bë? Atë s'pahet myt e vladin, as pahet rrehe, po thet edukoje, a mu kallëzeja ka pak shkopin, se kur kanë qenë marrë edhe mirë njerëzit, baballar ton atje te dera e leshin i far shtagë, i far shkopit holl. Edhe ti veç bëjshe diçka, ata veç veç e këshirshin nalt atje. Edhe na ule ka dalë se me njerë, as prek e kur hiç kur. Jo, s'ka pas nevojë me të prek. E pra mi javë kallëzu ka pak një herë, mi thonë qëre, edhe ketë pret. Sikur ai profesori mirë, ai kur nishas qëtë. Kur nishas qëtë, ha? Veç kur te projnë zonësat e qelë ditarin edhe qënë pak ditarin naltë edhe veç bën kështu, opa, thupe mbyllë, krejt fletës, a se ka qitë heq, a mo javë kallëza ka njerë. A, shumë rallë qëtë nisha. Profesori që është pedagog nuk qëtë nisha. Atje veç ata që e lypin, me mishe me shpirë, dikur dhe të merre, se për ndyshe si heb nishat, po ja e peshet, edhe ti si babë që ashtë të dohet. Jo shkopin, po edukatën, tërbijen mi avdhon. Inshallah, këto fjalë gjojnë vene për vesht e juaj. Inshallah në zemrat e juaj se në vesh, po pe i veshve në zemrat s'pi shkon heq, diçka ju ka kput një kabla të dikun. Inshallah në zemra ju depërtojnë edhe i përjetoni pak ma me seriozitet. Se të ke fundit se cili, kena mu lidhë për vetën e vetë. Edhe one nuk dho llogari pse ju nuk i sillni fëmijë në xhami këtu. One dho llogari për m'ja mësue, për m'ja tregue metodën. Ndërsa ju keni me dhon llogari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo njeri është rejtar, është çoban, është përgjegjës
për familjen e tij, për ato që ruan. Andaj e lusim Allahun subhanahu wa taala të na ruan neve, të na ruan familjet tona, e në veçantë e lusim Allahun taala të na ruan rinin tonë që kemi shumë të mirë edhe shumë të pastër. Allahu ju udhëzoft ata edhe neve, Allahu na drejtoft edhe ku është i kënaqur, Allahu gjithmonë na bashkoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا